Medito pak dhe mendo, imagjino se nëse ndodh ky çast, edhe xhenazja jote vihet përpara, kush janë njerëzit të cilët do ta falin xhenazën tënde? Ata njerëz të cilët do të qajnë për ty. Çfarë do thonë këta njerëz për ty dhe më e rëndësishmja se çfarë do thotë Allahu subhanahu wa taala për ty. Mesazh për çdo të ri. Mos mendo se je i vogël, tashmë je në moshën e përgjegjësisë dhe ka shumë të rinj që kanë dalë prej shtëpive të tyre dhe nuk janë kthyer më. Ka shumë njerëz të cilët kanë vjetur por s'janë zgjuar më, sepse vdekja nuk njeh moshë. Kështu që kemi nevojë secili prej nesh të qëndroj dhe të reflektoj në veten e tij. A jam unë, ai i cili përkujdeset për kohën e namazit? A jam unë që i fal 5 kohët e namazit? Ky namaz e cila është gjëja e parë prej adhurimeve, për të cilën njeriu do të merret në llogari në botën tjetër. Prej të gjitha adhurimeve, prej namazit, agjërimit, sadakas, zakatit dhe gjithçka tjetër, gjëja e parë është namazi, për të cilën do të merresh në llogari. Apo e fal të namaz sikur se duhet? A je i rregullt me namazin tënd apo jo? Janë pyetje të cilat kanë nevojë për reflektim, janë përgjigje të cilat kanë nevojë të japin përgjigjen e vërtet, të jemi të sinqert, të jemi sadiqin, të vërtet me Allahun subhanahu wa taala, me krijuesin, me Zotin ton subhanahu wa taala.